Një ndeshje që nuk do të shihesh çdo ditë. Gjysmëfinalja e parë e Champions League mes Barcelonës dhe Interit përfundoi me rezultatin spektakolar 3-3, duke ofruar emocione pafund, rikthime dramatike dhe momente emocionuese. Gazeta katalane Se Mundo Deportive përshkruan këtë përballje me titullin e thjeshtë: Mamma Mia, duke vendosur në plan të parë yllin e Barcelonës Lamine Yamal. Barcelona do të kërkojë finalen në Milano pasi ndeshje të çmendur ku Lamine u shfaqi një talent botror, shkruan e përditshme spanjolle. Gazeta AS nuk i kursen superlativat. Meraviglioso përshkruan ajo paraqitjen e Lamine Yamal, ndërkohë që thekson se Barcelona dhe Inter i dhuruan një partidazo, një ndeshje të madhe për të kujtuar gjatë. Gazeta Sport shkruan se me Lamine gjithçka është e mundur, duke vlerësuar paraqitjen jashtëzakonshme të 16 vjeçarit që po manit botën e futbollit. Ndërkohë Marca megjithse fokusohet te trajneri Ancelotti në faqen e parë, përshkruan këtë përballje si një festival futbolli mes dy gjigantëve të kontinentit.